Po Bibla është libri më i vjetër në botë, thot. Dhe krishterimi ka ekzistuar, thot, përgjithmonë. Pastaj këto fe tjera që janë bërë si partit, Zoti është një. Atëherë sa për informacion, para Biblës, Allahu i Lartësuar ka zbritur libra të tjerë hyjnor. Është Tevrati, i cili i zbriti Musait, Mojsiut. Është Zeburi, i cili i zbriti Daudit. Më pas Allahu i Lartësuar ka zbritur Injilin, Isait, pra Biblën, Isait, dhe libri i fundit hyjnor është Kurani. Islami është feja e gjithë profetëve, sepse gjithë profetët kanë ftuar të adhurohet Allahu i Lartësuar një të vetëm, pa i bërë atij ortak në adhurim, pa ju lut dikujt tjetër përveç Zotit. Gjithë profetët kanë ardhur me këtë mesazh. Po ashtu kanë përgëzuar edhe për ardhjen e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, profeti i fundit që ka dërguar i madhi Zot, për cilin edhe Jezusi Isai ka përgëzuar për ardhjen e tij. Prandaj Islami është feja e gjithë profetëve të Zotit, ndërta edhe Jezusi. Unë të ftoj që të lexosh më shumë për Islamin dhe luta Allahun e Lartësuar që të t'i hap dyert e udhëzimit dhe ta pranosh këtë fe. Amin.